Sa është të ketë jashtë? Vendosa të pytin mbrapsht. Të pysin kush është Gjerushu. Kështu tu direkt kush është jo Gjerushu. Se a kush ka qenë sot për iftari? Ta të tumë të asnjëri nuk është tërë. Si dhe një rrë. Aja të më tonë se shkojnë kabina, nëse është shtesa ka ona e grus, shansa s'ka në marë. Qëta të gjithë bëmë? Do ta spjegojmë sistemin binar një herë. Me mrama krejtë. Gëzuar Ramazani për ata që e agjërojnë, por për ata që nuk agjërojnë. Ajo thellësia e agjërimit është temë në vete. Nuk e marrë drejtën më folë, për shkak se është një temë furo teologjike. Edhe s'kam kur farë kompetencë aty. Mirë po, analizoni, keni kohë, do këtë muaj me analizu. Abstenimi në ushqim është puna ma e vogël. Janë sakrificat tjera, abstenimet tjera që janë në rëndësi dhe në analizën të thellë filozofike pse është i shëndetshëm për trupin edhe mendjen. Okej. Skëdere ki nuk po humim kohë dhe ta spjegoj kjo që do thotë. Është shumë e rëndësi edhe nëse s'keni qartë isha gjatë asaj që do të spjegoj, iderisht pyetni, për shkak se pyetja e njëjtë mund të jetë edhe pyetja e disa tjera, të qartë. Do thotë kur jam hyrë vitin 2012 në sistem, përveç benefiteve që kemi pas në parapagesë, si sot jo që i keni, por në sasi ma të vogël, me 2.000 euro, kemi marrë 2.000 shopping points për rikesh, e kemi fituar dhe ta shtuqytur në balans program. Edhe kuptuat se idenë e thellë të krijimit karrierës, ne kemi pas si tabelë, edhe ka qenë kënaqësi shumë e madhe me arritjen e karrierës. Mirë po, nuk na ka tërheq më shumë se sistemi binar. Kur është spjegu, fokusi kryesor 80% është vendosur sistemi binar për shkak se me krijimin e rrjetës përmes sistemit binar ne vishëm ma shpejt deri te paraja. Me që kur kemi hyrë kemi pas mentalitet të grabicit, marrësit, të ikera, ne kemi pa vetëm sistemin binar dhe kemi bërë analiza të jashtëzakonshme. Në Maqedoni ka pas njerëz profesionalista që kanë ditë praportësisht në cilën javë, cila njësi do të zhvillohet, do të jep pare, 50 euro që jep 510 euro, edhe kanë bërë tabela me algoritëm të zhvillimit të rrjetës tyre dhe kur cila njësi do të jep para në nivelin e parë, nivelin e dytë, nivelin e tretë, nivelin e katërt. Pse e thash këtë? Për shkak se atëherë ka pas, domethënë edhe aty do të paraqitet, te disa për ju ndoshta veç është sistemi i vjetër binar, e mban secili për ju, ka pas zhvillim vizual televizjes ose të themi të asaj lojës, gaming. Se kjo vjen në laminë e themi vizual lojës, e cila e tregon itinerarin ose të themi zhvillimin e njësisë. E ta çka është njësia? Logaritmi njësi si një fryt, si një portokall. Edhe themi portokalli në degën 1, në degën 2, në degën 3, edhe në degën e vjetër. Unë e kam këtë sistem, balansin e vjetër, edhe jo që kemi balansin, kemi balansin e vjetër. Ta që të flasim për triun edhe si riu, tërët në vjetër. Këto
Nuk pas në rritë në da, qiti këtë, që është kështu. Ok, etash. Një njësi e vjetë është 50 euro, e parë. E vjetë. Me të e një njësi është 1 euro. Këthe e pak nëse etash. Kur kjo njësi në sistem binar çka do të thotë? Një njësi i lidh 2. Kjo është sistemi binar, nëse këtu kemi një njësi gjithmonë i lidh 2. Një majtas një tjetër. Mirë po edhe kjo njësi i lidh 2. Edhe kjo i lidh 2, do të secila në sistemin binar i lidh secila njësi i lidh 2. Nëse kjo njësi është e juja, edhe kjo i lidh 2, edhe tjetra i lidh 2, s'është më nëse janë t'jujat apo janë t'hujat. Në momentin kur majtas bën 50 njësi ka 1 euro, edhe djathtas 50 njësi ka 1 euro, do bën 100 euro krejtësisht në mënyrë kumulative, kjo njësi ju jep 12 euro në sistem. Do bën 1 euro jep 12 euro. 1 euro shumësohet për 12 herë. A kuptu? Edhe kjo njësi llogaritet që është e pjekur. Okej? Nëse i keni 10, kur piqen ato 10, secila jep herë 12. Qysh zhvillon njësi? Sa më shumë që ka njësi në sistem, t'jujat apo t'hujat? Për shkak se po flasim për sistemin binar internacional, që vlen për krejt botën. Domthonë, ky sistem binar është internacional. Kjo është fakti. Kjo është aktuale. Nëse ju keni këtë njësinë e juj e shtrydhur ose këtë portokall, në marrë lamë për 12 euro, e shtyp, ose i bëjnë shtypje, e shtrydhin, 100 njësi t'jujat apo t'hujat. Mirë po, në lëvizjet njësive, kur hyjnë prej natë poshtë, prej majtas djathtas, prej natë poshtë, ndodhë që njësia juj, për shembull njësia ime me qenë me shtyp njësit e juja. Mase mujnë tjetër njësit e norvegjezit, me shtyp njësit e mija. Ta shpjegoj. E di se është pak e komplikume, nëse s'është e thjeshtë, po do ta shpjegoj. Si ndodhe? Kur kjo njësi e juja, themi se është e juja, themi e katërt, që kjo është e juja. Se cilën të llogarit jep 12 euro. Nëse i keni krejt jujat, do në shtrydhen protokollat e juj. Nëse janë 12 protokollat, 12 atë japin ka 12. Nëse i keni 20, 20 atë japin ka. Ama secila duhet me bë majtas djathtas 50. Edhe kjo njësi, që është mbi këto, e ka binarkën e vet. Edhe kjo e ka vetën, apo shef? Kjo i ka lidh 2, ama dhe kjo i ka 2. Edhe kjo do t'i ketë 2. Edhe kjo i ka 2, edhe kjo i ka 2, edhe kjo i ka 2. Edhe gradualisht kjo mbushet. Kur të bërim, thamë, 50 me 50, 1 euro bëhet 12. Masi të bëhet 12, kjo vazhdon jetën e vet. Vjen në nivelin, ose ngritet nivelin 2. Dhe qenë se është i thoi kësaj njësi që kërcen, që transfer, kjo jep në nivelin 2 jep 10 euro plus tjera. Ama, ku t'i bën 25 në 25. Kretë këto, që shpiqen, dhe në dyshit. T'jujet apo t'hujt. Okej? Pas më mushtë nuk është Kjo, kur bëhet 50 me 50, bjen këtu. Kjo është e juja, pra. Kur që e njëta, i bën 25 me 25, nivelin 2, jep plus 10 euro. Ama kur i bën 25-25? Kur njësoj edhe tjera piqet,
Mund pjekja dhe më thonë vjen për minës dek, shkon në degën tjetër. Okej? Kur të piqet në këtë degë, vjen, kjo është me vlerë, vjen nivelin e tretë, ose ngritet nivelin e tretë. Kjo është bo prej nartë poshtë për shkak gravitacionit, se që është kuptimi, rjedhë. Jep me 40 majtas djatas jep 20 euro. Unë ka dhënë 12, ka dhënë plus 10, plus 20. Kur t'jep 20, ajo shkon nivelin e balansit jetën, edhe kur t'piqet 35 në 35 jep 100. Zbashku është 162 euro. Kur t'i mledh dhe këto, 162 euro. Domethënë fuqia e një njësisë për 1 euro në proces e ka fuqinë e kthimit parave te 162. Do të shkojnë 10 vjet. 10 vjet. Po është mundur më shku, po rritet për 162 euro. Emi qartë. Etash, bëhet pyetja. Qysh prikune i marrë njësit? Qysh i kryer atë njësit? Ai ki jo, tjetër. Mirë, okej. Qash. Në para pagesat e juja, shka keni fitu deri tash? Në një para pagesë. Në 100 euro golden poverty, golden business, shopping point, shopping point në i blejnë. Këto tja të kemi këtë incentiv. Themi, para pagesën për 50 eurove, apo po e marrim cili 99 euro, hajde po e marrim qëtë. 99 euro keni fitu 500 shopping point-a, keni pas premium një mujor, premium Lajkonet, ma e vozë Lajkonet, një power key, një golden power key, edhe? Që keni pas? Edhe një? Edhe me speed. Edhe me speed. Po ma për marketerat e vjetër. Kjo është për 3. Kjo është për marketerat e vjetër është me speed. Ata që kenë mas 26 shtrori të regjistru, ata s'ka me speed. Kjo është për 3. Nëse hynin ju të sistemi juj, këtu keni edhe me speed, keni edhe një biznes, e keni edhe një qes. Një golden power key, një biznes, keni pandësh. Etash. Kam 2 opcione. Nëse i du në karierë, unë mi pas 100 career points, full career points, atëherë nuk i marrë 27 njësi, po i kam vetëm 2 njësi. 2 njësi i fitej në sistemin mbira. Nëse e zgjidhi opcionin 75% vlerës në shku në career points, 25% në njësi, atëherë unë i kam 27 njësi. Dhe thotë, në sistemin binar, që po e hapim, në nishin. Ju i kini 27 ere 1 euro. Të rëndituna në sistemin binar internacional. Ato e në t'jujo, me numër. Këto 27 pasurohen edhe me shoppingun e ju. Ju mund i keni opcion, nëse keni shopping. Çdo cashback për 1 euros mund ta ktheni në njësi. A jemi qartë? Dhe kjo pasurohet plus edhe prej shoppingut. Qysh mushën, çka ndodh nëse unë kam themi 12 direkte. Unë kam kuptoni këtë si paralel. Do thonë këtu
ju jeni këtu, edhe në sistem keni vendos 12 marketera direkt që bëjnë njëtën punë. Çfarë ndodh? Keni 12, ju jeni këtu, që ju jeni këtu. Keni 12 marketera, se unë u kapa me numrin 12. Qysh bën 12? Për ditë ka një takim. Nëse nuk e bëni për ditë ka një takim me njerëzit, me folë rreth kësaj teme, leni këtë biznes nuk o për ju. Leni, më mirë leni, thuja dhe jeni pas të një me vetë vetën. E qëni pasivën, një pritni njësia me u zhvillu, edhe qaqë. Do të spjegojmë çka ndodh nëse keni një takim në ditë. Po të themi se me takimet në ditë, me një takim në ditë, mbrana një muajt i bëjt 12. Çka ndodh? 12 veta bëjnë njësoj atë që keni bëju. Ju keni bëjë 100 euro para pagesë, a di që shkëthejnë këto 100 euro? Me shoppingun e juj, me shoppingun e strukturës juj, këthejnë edhe me provizione. Ta spjegojmë një nga. Çka ndodh me njësit? Këta i kanë secili? Ka? 27. Ka 27. Ku binë këto 27? Të hinë ka por. Ha? Të hinë ka por. Këto 27. Do thonë 12 herë 27. Do thonë, ju keni 27 hyrë ka 1 euro. Këto 12 herë 27 si njësi binë sa janë ato? 324. Sa duhesh të për më zhvillu një? 25 me 25. Nëse këta njerëz poshtë e bëjnë njëtën, çka ndodh? Mbi këta binë, çka? Njësite e njerëzve të ty, marketerave ty. E po çka ndodh muajin tjetër? Unë themi që kom pagu para pagesë 100, 200 apo 300 euro, mirë vesh, me 300 euro keni 81 njësi. Me 200 keni 54. Mund me startu me 300, ma dhe me ullë 100, ma me startu me sa ma shumë start, me pas sa ma shumë poshtë, është të nësiri pas sa ma poshtë. Njësit. E mi qartë? Mujnë tjetër shka ndodhë? Nëse unë, ju keni qenë këtu, që? Unë jam këtu, se ju, së është për nësi. Mujnë tjetër, nuk është të mundur ju me qenë më këtu. Do t'jeni diku, këtu. E jam i qartë, se është zonë mo, është mush, një shtres, është mush me njësi. Do të thotë njësit e mija, është e mundur me ra mbi njësit e juja dhe të njerëzve të juja. Mo nuk ka lidhje kush kur regjistru. Kush cila karierë është. E kemi qartë. Edhe të shoppingut kur ndodhen, me regullët prej majtas djathtas, prej naltë poshtë në vendin e parë zbrast. Themi, kjo është e mbushën, e këto e vendi zbrast. Do me thonë, shumë kjo ka rëndësi sa ma herë të jenë pakën mujore? Kjo me rëndësi është tash me datën 8. Me datën 8, me qenë, mos me pritë para pagesat të thotë mundë, po me krymë me datën 8. Për shkak se me datën 8, rënditet si mas asaj kur i një regjistru, nëse keni kësy, datën 8, me datën 8 atë e rëndisin, ma da i rëndisin dhe t'ju e temi me datën 9, me datën 10. Po me rëndësi me kriju porosin, me i pranun kushtet, çfarë po i doni, edhe me datën 8 renditeni si mbas kohës kur ju një regjistru. Sistemi është fair. Po jeni, nëse vononi jeni gjithsesi, nuk jeni po jeni pak mana. Po s'është me rëndësi. Për shkak se njësit ka njërë janë shumë në numër. Ka 50 s'kanë qenë shumë. Ose kanë 150. Ka njërë o ka shumë. Edhe kryohen
muj për muj, prej para pagesave dhe prej shoppingit. Për shembull, unë kisha një 300 euro cashback, kisha. I riktheva edhe në llogari i hudha. E pas qenë në sistemin binar, temi para 2-3 mujve, ku i kisha quat të njësion? 300 njësi në binar. Ato 300 njësi kishin shtyp me sigurit dhe në njësi para prake, timën apo të hujën, mirë por njëkosisht edhe mbi njësit e mija kishin rënë njësit e shoppingut njerëzve tjerë, dhe ato në krejt botën, për shkak se është balansi internacional. Edhe shansa këtu më përfitu para, nuk lidhët me cilën karierë jeni. Mirë, por nëse doni në kohë ma të shkurt marrë drejt e tyrat, reale, parave, atë që kemi bënë në fillim përmes sistemet binar, mirë është ju në organizu njerëz të juj. Për shkak se njerëz të juj, nëse bojnë punë në njëjtë, çdo muaj, ata i zhvillojnë njësit e vetë, apo i zhvillojnë edhe njësit e juj, edhe me një qark, muj për muj, edhe të shoppingut, edhe të njësive njerëzve tjerë, në krejt botën, marketerëve tjerë, zhvillohet njësia shumë shpejt e nivelin një. Që do të thotë një botë, 12, po si merë një, 12 me pritë sistemi. Tjep një, mëse tjep një gjysh, mëse tjep 2, gradualisht, ajo pik. Në total 12. Në total është 12. Jemi të qartë. Etash, ta bëjmë një analizë. Sa burime kemi, tash, burimi i ri është balansi, si burim. Burim të euro. Do ne kemi balansi, kemi burimin të sliku. Çfarë burimi tjetër kemi tash për muajin mars? Tash është rikthyer. Direct commission. Direct commission të sa në cilë thellësi shkon? 4. Bashkërisht bën 18%. Nivelin e parë merr 10, në dytin merr 5, tretin 2,5, në katërtin 1. Total në çdo 100 euro, 18 euro gjys, 18,5%. Jemi të qartë? Prej direktave keni 10%. Do të thotë, keni burimi i ne, kemi burimi ne, burimi 2, e kemi prej direct commission. 1, 2. Burimi tjetër cilën e kemi? Në pikë. Cilën? Të kërën me rënditja, kështu se... Ka lidhje me renditje, çfarë burimi tjetër kemi para? Karrierën. Hajde ta bëjmë analizën kështu. Se keni 12 direkt, që kanë bë, që kanë bë kanë 100 euro para pagesë, secili ka marrë hisën e vet. Ka 75 ka erpojnë sa është? 110. 12. Cila ka erin? Ka një sa euro, po? 50 jam sigur. 70 plus është për kafe. 50 euro pikare. Okej. Pikare 50 euro. Hajde ta shohim 12 ka. prej direct commission. Sa keni? 120. 120. Shohim tash sa keni prej kësaj. Nëse ka rënë 300 njësi, majtas djatas, ka 150. Spaku, 3 njësit e parë e keni zhvillume. Ka 50-50. Ka 12 euro? 26 euro. Burim tjetër si në patëm?
Komisionin e kemi, balancën e kemi, karrierën e kemi. Edhe rikesht. Shopping. Po shoppingun nëse kthejmë në njësi, themi se i kemi këtën në njësi. Ka një komision tjetër. Po, ka të dhe. është një komision. Qëtë është? Kur zhvillohet njësia e shokut juj, direkt. Zhvillohet njësia e shokut juj, e i merë 12 euro. Ju merë 20% në asë. Jo për shokut juj, 12 i merë një t'jujat, 20% 12 është 2 euro. Marketeri direkt po më nëna? Për marketeri direkt, shokut juj direkt, për këtyre 12. Merë një komision për njësive që në zhvillu. Për indirektit merë një 5%. Për tretit, 2 edhe 1% njësoj sikur, kur piqet ata, ju merë. Nëse llogarisim edhe burimin e katët, që po e lëm X, shkak se nuk e dim sa kanë mu realizu, keni diku parafërsisht 200. Ja. Nëse se cilë e bon këtë punë, ju i keni bërë, që ju i një këtu. Kjo është e juja. Nëse këta 12 veta dojnë me fitu të njëjtën, e bojnë njëjtën me 12 veta dhe sfigojnë shumë thjeshtë. është me nënsi nesër mas nesër, me bisedu mbledhuni nesër, njerëz kryesor, bisedoni, diskutoni, edhe mushni, derisa vje iftari, vazhdimisht diskutoni këtë punë që me datën 8 me qenë kretë mo gatshëm për mu pozicionu sa ma herë. Okej, nëse shokët e juj kanë bërë 12 tjerë, 12 ka 12. Cile ka e? Kjo është muj një. Themi një marsi këti po. Që kjo është marsi. Ka ime dhe 26 ditë. Produksionit marsi. Çka ndodhë në prill? 144 veta. Po, ka 75 karibës. 10.300. Cila karriere? 3. Karriera 3. Do thotë se nuk 50 euro këtu po janë? 500. Që bashkë me këto i bëjmë diku 600-700. A nëse vazhdojnë në mujnë tjetër, hiq pa diskutu, jemi karrierën 4 nga karriera 5. Nëse shkojmë në nivelin e 4, veç mu karriera 5 të sigur, por komisioni hyp. Qysh hyp? Së pjekën ato... Do thotë, nëse unë e kom për direktve 10%. Për indirektve kom 5%, ama kom ma shumë indirekte. Sa kam indirekte? 12 ka 12. Sa e në 12 ka 12? 144. Sa? 144. Që po e rrullaksoj. Nëse këtu kemi 1200 euro. 10% është 120. Apo? Nëse keni 12 ka 12. 144. I keni 12 vija ka 1200 euro. Sa është e? 144. 12 vija, Ka 1200. Ka 1200. Ka po 1400. 14.400. 5%? ja? Po do të mirë është. 720. Ka qenë ka ma shumë se sa 120. 10% që i... Hajde shkojmë tash te niveli i tretë. Dike... Jo të bashkë në 144. 12 ka 12, kemi qenë ka dhe herë 12. Të vjen 1728, tash herë 75. Karriera. 129.000. Unë karriera 5 ka 6, thamë. Por, hajte shohim tash me provizion. Nëse ka 1.000 euro pagesë në vit poshtë, ju i keni sa?
10, 5, 2 gjys, 1. Kemi 185 euro. A nëse keni 1200 euro, është diku 200. Po që ashtu? A nëse keni 12 vija ka 200. Sa e mërë? 2400. Se dhe jemi qarë. Do kemi disa burime. Kemi direct commission, po se spjegohet. Si ndodhër jeta në thellësi ka 12. Prapë 12. Edhe vazhdon. Qenë pa kufi. Shive, ju mund t'i bëni edhe 20, t'i bëni edhe 30, t'i bëni vetëm 5. Ama nëse bisedoni me një njeri në ditë, çdo ditë, gjatë 8 vite, numrat në mënyrë rapide ngritin, dhe ato spjegimu të po online edhe jashtë. Dhe shprezu teknologji. Me spjegu thjesht, kemi këtë burim. Prej njësive nën kuptohet, ato në një farforme, themi gjysmë pasive. Pse gjysmë pasive? Jam aktiv me pagesat mujore, bëj shopping, ama të themi nuk rekomendoj. Pa marrë parasysh, prej aktivitetit dikuj tjetër, to piqen, po piqen pak ma. Mendoj, piqen njësoj shpejt, po përfitimet i kom, vetëm prej njësive. Edhe pres ato me dhonë produkt. Mirë po kom, burimin e dytë, nëse rekomendoj kom, komisionet. Edhe nëse atë duke me qoj në thellësi, atëherë ato komisionet rriten në 4 thellësi, do të thotë zbashku 18,6% për para pagesave. Ato në para. Nuk është e mundur me pas rjetë, që para pagu të mos e marrë ato komision. Po është e pa mundën me pas ato në rjetë, me pas para pagu, është e pa mundën mos me qenë në karierë. Kur jeni në karierë, merrni edhe për njënës, edhe për tjetrës, edhe për tretës, a me zhvillimin e njësive, merrni edhe komision prej, themi, pjekës të njësive. Piqet molla, bjen, kur piqet molla e shokut, marketivit që unë e kom rekomandoj, marrë komision. Sa ma shumë që shkon në thellësi, ma shumë në komenon për direkta me këto, për indirekta. Indirekta. Sa ishin ata në nivelin e tretë, që në 44 ka 720. A nivelin e tretë ka 2 gjys? Jo, nivelin e tretë ka 2 gjys i kemi. 12, tash duhet me Ma bo, shumë janë. herë 12, 144. Herë 12, apo? Po, Desh 1,700, herë 2, herë herë 2,5, 3.000 diçka. 2,5 euro. 3.000 diçka. U bo 3.000 diçka. A e 3.000 diçka ma shumë se 2.400. Edhe këtu është Maqedoni. A nivelin e 4, që fitohet ka njero edhe ma shumë janë. Gjithsesi. Do thot, sa ma thellë që shkon rjeta, deri nivelin e 4, përfitimet janë ma të mëdha. Me atë që nivelin e parë, 2, 3 dhe 4, ato më lidhen. Nëse ka para pages 100.000 euro në sistem, në thellësi, ju i keni sa? 100.000 euro në sistem. 18 gjysë, po. 18.500. E vod me punë, me rekomandim. A kreti mbulon shopping. Edhe kjo do të thotë se ne paguhemi prej njerëzve që para paguën nesër. Ne jemi para pagu sot. Dhe atë para pagim, mujë me këthy përmes shoppingut. Ne shpërblemi për atyre që para paguën nesër. Ata që para paguën nesër shpërblemi për njerëzve që para paguën mas nesër. Ata tjetër mbas nesër. Edhe sa më shumë që zhvillohet sistemi botnor, aq më shumë
mundësia mu zhvillu njësit tonë. Dhe me kalimin e kohës, një robot 160. Dhe kjo është shumë e thjeshtë. Me qenë se nuk kemi drejt me blej direkt njësi, është lajmë i mirë apo i keq. Se përpara kemi ujtë me blej njësi, sa dojshim 50 që dini sa ku blejsh. Tash nuk mund. Mundin me pas njësi përmes para pagesës mujore, ose blej shoppingut. Pse? A është lajmë i mirë a i keq? Shumë i mirë. Për shkak se atëherë i shkëthy sistemin çka? S'kem gram. I shkëthy në vlerë që në të pakthyeshme. S'kishte qenë sistem i natyrshëm i zhvillimit, po kishte qenë skem ordinere. Ku në mënyrë artificiale, do më thonë, nuk më intereson shopping, nuk më intereson mu para pagesat mujore, po unë hyj blej 1.000 njësi për 1.000 euro dhe rendit. A s'ka mbulesi, bro. S'ka proces, s'ka shopping poena, nuk ka power key, nuk ka zhvillim. Edhe këto e krejt dhuratë. Nëse me qenë dhuratë, kishte qenë ilegale. Për shkak se nuk mundesh ti me blej njësi. Kjo është dhuratë, çështje e sistemit, themi të lojës, gaming. Themi qartë. Nëse jam i disciplinu, unë përfitoj për i krejt burime. Mirë po, kur tëllë e nivelin e 4, me edukim, si shkon edukim? Si shkon edukim? Kush ju ka mësu ju me shkru me lecu? Ata që ju ka mësu ju, kush i ka mësu? Sa të vetë. Po, sa e përket mësimi. Nëse shkojmë në vijën e lindjes, jo një rezultat i bashkëgëzimi. Mirë po edhe printe ju janë poshtë, edhe printe ju, mirë po edhe fëmijët e nëntarmën, çaj sistem është. Sistem binar, mitoze. Për një qelizës, 2, për 2, 4. Që shtohet numri njerëzve në botë, shtohet edhe ekonomia. Me shtimin e ekonomisë, ndodh edhe rritja e numrit të marketerëve. Edhe në bazë natyrore zhvillohet sistemi kanjero. Ka 50, ka qenë pak e shpejtume e fryme. Jam i qartë. Te sistemi binar, kjo është hapi i parë që është bërë në binar në vijën internacionale. Do të ketë vijën nacionale, shtetit, edhe shteteve tjera. Dikush, unë kam njësi në kretë shtetet që është, kretë. Do të ketë në vijën kontinentale, do të ketë edhe në zhvillim tjetër të dinamikës. Kjo është hapi i parë. Okej? Edhe kjo është vlerë e shtuar që ndodh prej muajit mars. Ku është qëllimi? Qëllimi juaj është njerëzit, marketerat, që ka të qu dorë para pagesave mujore. Për ndryshe mundet edhe me 50 euro, po mirë të tëllat njësi e gjysë. Ku i tjetë të në gjysë, bërë 27. Por nuk kemi në golden power. Vetëm kemi power key. Golden nuk ka. Ato gjys. Çdo 2 muaj një power key. Po do mund 2 jetë në për po. Për 200 që është. Kjo mos t'i spjegoj një nga një, për 300 që është. Mirë po optimale për mu, mendoj se është kjo. Ata që s'mojnë, okej edhe me 50. Qëllimi është me i kthy marketerat për shkak se ata kanë një vlerë shtuar me ata. Kanë shopping poena, nuk janë karrierë, janë pasiv. Plus nuk bojnë shopping. Kur i ktheni ju, ata fitojnë njësi për njësi fillojnë me pa para. Ja spjegojnë çka marketerit vetë, ose ju spjegojnë marketerëve të tyre. Edhe ata kthejnë lojë. Kur kthejnë lojë, e shohin se nëse bëjnë shopping, nuk e pinë kafën kudo, po e pinë aty ku duhet, fitojnë, ose i mbushin në karburantin aty ku duhet, ose shkojnë në market të fati, fitojnë çka? Muj për muj mujnë fitu nga 20, 15, 10, 5 njësi. Atë për shoppingut. Nëse këte ju spjegoni, edhe para pagese për me qenë ata aktiv, ju spjegoni se
Nëse shkojnë të njerëz të vetë dhe bëjnë atë punë, veç mo I ka njerëzit, vetëm se çka janë shumë, nuk kanë punu, s'kanë vullnet, nuk dalin. Ha? Tash duhet vetëm me përcjell informacionin edhe me zgjuar rjetën, me zgjimin e rjetës. Edhe me 50 që I kanë ata provizionet, janë më të vogla, po I kanë. Edhe çat 50 euro që mund me kthy me aktivitetin e tyre. Qoftë me shopping, qoftë me njësi, qoftë me një karrierë të vogël. Qoftë me provizion. Dikush mund t'i merr vetëm për provizion me 50 euro, çdo 50 euro I bën para pagesë. Kryesora mos më nxjerr para plus prej xhepit. Me rëndësi është me kthy strukturën e vjetër. Ajo është punë e juaja individuale ose në grup për me bërë këtë punë. A është e qartë binarka? A ka ndonjë paqartësi në një pyetje? Do të thotë, me automatizëm sistemi automatik, në parapagesën e juaj. Ta marrim optimumin për 100 eurove, I rendit 27 njësi nëse zgjedh një opcionin 75% career points, mundi më tepër, edhe 25% balance point. Ajo rregullohet në faqen e juaj, profilin e juaj. Okej? Edhe ato njësi janë potencial për me urrit herë çdo euro më po 12 në nivelin e parë. Kur piqet ato një nga një e jep 12 euro, hudhet ose bjen në binarkën e radhës. Nivelin 2. Nivelin 2, ai njësi jep 10 euro. Ajo është më shumë falas. Hajde këte me parapagesë kemi marrë. Ama kjo është veç më falas. Edhe I merr plus kur piqet 45 me 45. A keni kuptu këto që do të thotë majtas djathtas 50-50? Në balans. Dhe se vejmë një vin mes, nëse ka 50 njësi majtas, 50 djathtas, njësia ju e parë, pa më parasysh që janë t'jujet apo janë t'hujat njësi. Ato mbushin, themi atë aparatin për që bën lëngë, themi, portokalli ju është I pari poshtë. Edhe bin portokall atje, edhe bën shtypje. Cili portokall shtypet I pari? Poshtë. Që është poshtë. Mirë po shtypjen e bëjnë, njësit portokajt që janë nalt, frytet që janë nalt. Që vendoset, për shembull, ka mu vendos majtas a djathtas. E po rregulla është, prej majtas djathtas, prej nalt poshtë në vendin e parë të zbrast. Po u mush rendi krejt, themi, nëse ka rrit 1, 2, 2 që ka po 4, më dhe në bo 8, më se në bo 16, mbushet prej majtas djathtas, prej majtas djathtas, prej nalt poshtë në vendin e parë zbrast. Nëse të themi që ky vend është I zbrast, këtu më njerë vendosin njësia, më dhe që ka fillon? E mbush vendin e zbrast e fillon prej majtas djathtas, edhe me të këtu zbrastime. Edhe paraqitet shoku juaj. Kjo vend I zbrast. Mbushet kjo më dhe prapë fillon prej fillimit. Më thonë pa në balans. Edhe kjo kur piqet, pik ku pik. A për njëti rregull, apo? E njëti rregull. E njëti rregull, prej majtas djathtas, prej nalt poshtë, dihet se vjen prej nalt, prej majtas djathtas, në vendin e parë zbrast. Kjo I ka po 50 me 50, kjo I bën 45 me 45, edhe jep plus 10 euro. Kjo më dhe pik në nivelin tjetër, edhe kur t'i bën 40 me 40, jep sa? Plus 40 euro. Edhe kjo mandes e pjekur vjen në binarkën tonë vjetër. Nëse I kemi. Nëse si kemi, hapët, bohët. Vjen edhe aja aty jep 100 euro. Për ndryshe, aty duhet 35 me 35. A është e qartë? Çka do të nëse nuk I kam binark, nëse nuk kam parapagesë? Këtë kjo që fola, nuk vlen. I kam shopping point e vjetër, duhet me këshirë me shopping me rikëthy, edhe që aty mbaron. Okej? E tash, çka është më e mençur?
me bo para pagesë, me revollu 75-25, me rekomandu, edhe me bo shopping, për me vitë sa, qka, numrin e njësive, edhe me përfitu prej shopping. Se cili ka mundësi shoppingun me këtyn binar. Etash. Ma të tjerë, zhvillimi i sistemit binar do të shkon në kake prej shoppingut botnor. 20-30% më shku në binarkat internacionale. Ato nuk e di kur do të bëhet, ama është si propozim të avolit. Pi shoppingut përgjithshëm, themi më shku në binarkën e Shqipërisë, Kosovës, Portugalisë, nëse kam atje njësi, atje fillon me më zhvillu. Atje bojnë shopping, kanë njështet e tyre, atje zhvillohet njësia. Aja ka më pasuru. Okej. Mirë po atë kur vjen kohë. Kjo është mundësia, full mundësia. Përse si në prejsh. Pa ma prasysh çfarë pune njerëzit punojnë, futja në këtë sistem, me kusht me qenë lojal, edhe me përcel, me ndihmën e juj, parsisht kusht çfarë arsimi të shqipit, përfiton, mundet s'paku mi eliminu, hajde të themi investimin mujor. Mi këthy. Nëse vetëm aktivitet e bani, s'paku mi këthy para pagesën mujore, ju i një fitim 162 herë. Herë do këtë. Ato jetojnë me kalimin e kohës, themi, të unë kanë kalu 13 vjetë për si jam sistem, themi se dhe 13 vjetë tjera, me sistemin e vendosës njësive, shoppingut të një këdej, si cila jep në kontinuitet 162 herë. Matematikat e mija flasin, se kur gjë tjetër më së punu. Gjithë shka me undarë, vetëm prej njësive, të mbledhona 13 vjetë, me pedanti duke i këthy muj për muj, 100. Mos me qenë në minus, s'dija me qarë. Sigurohet burim i gjithë moshën, me qenë se shkallën të trashëgimi a i dinume. E kemi qarë. Kjo është njësoj si kur €1 e juj, para 15 vjetëve në Bitcoin, sot një dhonë 162 herë, në rritë 162. 100 herë, do 100 euro, jo 100 euro, €1 162, 10 është 1.600 kështu, 100 euro, 16.000. Fajtë në fuqinë. Po, e kemi qartë. Edhe nëse jemi pedant në atë punë, edhe atë punë e përcjellim secilit njeri, si mundësi të aktivitetit mujor. Edhe jo shumë mundu, antarët e familjes miqtë të shamirë, jem të argjës, vajzat e halës, dajës, rrethin familjar, edhe me pedanti me bo këtë punë, me qëllim me i këthy se cilin 100 herë. Edhe në rjetë me bo rjetë, me përcel punë përdiqme, nuk ka qarë pa hy në karierë. Nuk ka qarë pa marë provizione, pa marë njësi, pa marë dhe komisionin për njësi. Ato mbledhën, gur, bëhat, murë. Edhe kësa i thonë, punë me disiplinë, punë me vullnet, edhe në kontinuitet, pa ndërprej. Me një njeri në ditë. Një njeri në ditë, s'paku kërë pini një kave, mëse pini katë. Bisedoni për diçka produktive. Në mesën bisedu për politike, për gjërat kontakte. Se ma ndej edhe shkollit të partnerët tonë. Aty ku s'ka partner, bëni partner. A i kemi qartë, ata do një kyte rreth kësaj. Këto të ditë angazhin të plot, me i këthy marketirat e vjetër, ata që në aktual me i këthy ndojnë me borjet, edhe organizoni ngjarje, offline, online, edhe në mënyrë thjesht fillon, pa filozofi, pa bo kështu glamur, pa kufar
filozofie, mos me kompliku punën, shpjegoni mundësinë elementare. S'po si marrë të karriera një, si me bëtë dyqenë. Dhe shumë është e qartë. Se cili mundet me bëhat punë. Dhe kësaj tojnë krijimi i rjetës edhe i bashkësisë lojale. Unë e ju them, njerëz që kuptojnë këtë punë, nuk shkojnë me pi kafe diku tjetër se llogarisin. Thotë nëse unë kam 1 euro prej, themi e kom mbush rezervarin dhe kom nxjerr 3 euro. Ato janë 3 njësi. Sa është një rezervar optimal? Sa përqind është? Kategoria Gjorgjo. Në gjallës në gjason. 50 litra, ta marrë. Sa kushtoj? Sa kilometër në parë? Dikur është 70 euro. 70 euro. Okej. Sa përqind është? 3%. Sa? 23, po 3. 2,2. Verna sot e vizhron 3. Verë në zotë edhe, më këtërën 3%. 3% në 70 euro sa është? 2 euro. Sa njësi këto? 2. 2 njësi. Ato 2 njësi bon ka 12, 24. Okej? Nivelin e dytë edhe 2 ka 10. Kur vi nivelin e dytë vishmo, ose tretin vishmo, jo në tretin veç e kom këthy rezervarin. Një ditë vjen, ai rezervar tjetë falës, ama duhet me nisë procesin e realitet. Kush e kompenzon atë punë? Se cili e arshëm i juj, që e bën njëjtën punë. Ama çka ndodh? Edhe unë kur ta përsëris muin tjetër, ndoshta ato që kom mbushur në rezervarin mak petrol, bjen njësia te ju, ose mbi portokallin e ju. A jemi qartë? Se mon nuk ka vend, s'ka ku mu vendos, ku dune. Vendin për nalë poshtë, për majtas djatës, vendin e parë zbrast. Edhe e njësi është e imja mbi portokallin e ju. Së është më nësi që më registruar në 2012. Ama nëse bën dikush shopping në Sofje, njësoj, në Beograd, njësoj, në Zagreb, njësoj, po e marim, në Podgoric, njësoj, po e marim që region, në Tiran, njësoj. A kemi të qartë. Këte kur ta spjegoni, edhe kur e kuptoj njerëzit, edhe përsëriti, vazhdimisht e përsëriti, ju keni me kriju rrjet të marketerave të vendishëm. A sistemi do të zhvillohet mirë më mirë me kalimin e kohës për shkak se të gjithë strukturat në nivel biznesit, prej njërit parë, deri poshtë, definitivisht e kanë kuptuar se vetëm prej shoppingut ka mundësi mu shqyki sistem. A 100 euro kur unë jam parapagu, çka ka ndodhur? Është parapagesë për me marrë çka? 500 shopping point. Me et median edhe me projekte tjera, unë i kthej ato shopping point-a, i kthej në para. A çka nëse nesër thot edhe cashback-u pjetë me djesë, mundi me kthy në njësi. Çka nëse thot rikeshin mundi me kthy në njësi. Shopping point-at me kthy në njësi. Here 5. Keni pagu. Si për një keni marrë 5. Do thonë, mundësi e zhvillimit real, mirë po prej shoppingut ose prej parapagesës për shopping. Jo për blerive direkt. Blerive direkt e njësive, jo, e është mbyllur. Ka pas kërkesë të madhe prej marketerave të vjetër, themi karrierave shumë të nalta, që me pas mundësi me bledhë në asnjë raste, po, që zhvillu njësit më shpejt, kishin përfitu ata, mirë po sistemi ishë përmbys një dhe. Se nuk e përcel shoppingu do të atë parapagesë. Jo të përgjit pat atë pagesë. A ka pyetja të kësaj? Urnor. Veç një diçka kështu teknikisht në fjën të cashback-u që kemi aktual, totalin cashback, që muna me këtu njësi, jam të po teknikisht në thikë për jetë. Nuk e di teknikisht, çka të pyet në Një mua, për jo, jetë, ama teknikisht nuk e...
po me siguri atje mirë keni me hap në laptop, në kompjuter, jo në telefon. Edhe kështu me siguri tje, pa të shumë e thjeshtë, është? Jo, kompjuteri ka më shumë Ka ma shumë Opsione. Telefon që e kia të Telefon së e dhe cashbacku që tash që aktual nuk mund cashbacku në ashtu. Është e mundur që aktual nuk të sjellë ashtu. Do të shohim. Për çështje teknike e mësojmë një pi tjetër. Ajo është çështje teknike. Tjetër, a kemi qartë kuptimin e kjo është vlerë e re e futur që e stimulon çka? Shoppingun. Okej. Me këtë a hyp vlera e kompanisë. Hyp vlera e kompanisë, hyp edhe vlera e MSP-s. Shumë është e qartë. Gradualisht, krejt bashkarisht, përmes shoppingut, a interesi është me kthy njësi. Besoni njerëz më shumë kanë nevojë shopping për me kthy njësi, se jep për 12 me njerë, se sa prej vetdijes lojalitetit. Ne kemi thyrë lojalitet, po shumë e fort koka s'përin lojaliteti. Interesi tash më i madh. Interesi tjetër. Kemi qartë? Unë kam tash në diçka njësi, kështu a më mishë të tash që po? Cilat 500? Që i pa dojnë vitin e kalim që kam jo. 500 euro njësi? 500 njësi. 500 njësi, janë ato këthy njësi. Ato e ki ka 50 euro. Pa me që i ki 500 Ja, euro. i kom pa pozicionuar. 500 euro pa 500 njësi? Njësi. Ka sa vlerë kanë ato njësi? Pa To e vjetra. pozicionuar, I po janë 500 njësi, së është e mundur pas. 500 euro mundur të pas. A ti ka bërë? Po, A ti shoh? Jo, mund të ka dhënë 500 njësi. Që të ashtu i kam. Po, Jo, këtë 553 euro në balans. Nuk kam e vërë të mund. Jo, të euro njësi. Në balans i ki qatë. Amo këta e 187 ka 1 euro. Po dhe që Dik të mund në marta me mund. nuk e di këto të vjetrat, Ti a kesh, mundi mi regullu. po kjo, Këtu i kiti 553 euro. këto që spjegojsh Jo për njësi treja. ka 1 euro. 553 njësi ka 1 euro. Nëse ti jep mundësi sistemi me i kthy, po s'ka me në tash që jep, ndoshta mbas këtij muaji ti jep opcion ku me rendim. Është e mundur me dhënë opsionin, pritni me datën 8. A bëna një sërim edhe pse e ka. Hajde. Ku është rëndësia tash në për shembull rëndësia e këtij muaji të parë që më rendim, nëse është për shembull çdo muaj kush e pagon më herët renditet i parë. Është çdo muaj kush e pagon më herët, për shembull, Nëse pagoni deri datën 8, sistemi e përcjell vjetërsinë e juaj kur ju jeni regjistruar. Te datën 8, e runë hierarkinë e vjetërsisë, te datën 8. Ata që vonohen pas datës 8, vendosen pastaj, varësisht kush e ka paguar. Okej? Për A se nëse përket do tash, ta do a gjithë- ardhmen praktikisht renditën mirë është me përcjell datën 8. Nëse keni me ndërmend me pas para pagesë, me datën 8, pse me lën kum pas një shok, e dike se duhet me pagu mujorën, për me hip në autobus ma lirë, po, deri ditën e fundit i ma i kënë gjep. Kujtoj ke se nëse i marë në gjep atu i rritë. Ajo është mentaliteti i kopracit. Edhe njeriu që si blen drut, po poftot. po voftot. Nëse keni ndërmend, pse ditën e fundit? Ti është, nëse leni me ndru qeremitët ditën e fundit, 100% ka mu prish parketi. Ju prishët, pse? Kur pik mos ka mjeshtë, atër e një vonë. E kemi qëmë. Në pazar, kur shkoni në fund pazarit, veni çka Gjoni. A se shkon mëngjes, e që merë bollokun për merë dhe malirë, si për sefte, ti apin malirë, do hajde ti jemi shtëria i parë, Mos me ngrej për më. por dhe t'ja nisë në kom të barë, pazarit. A më shkun mëngjes me ble, apo në mrami? Po. Unë përdyshëm praktik, së fyrin në 12 shona, vazhdoj gjumin, edhe
ai sistemi pastrimit është edhe më i gjatë, ai autofagia. Sa më lodh është me sy mshit me hongër, nuk ka me sy mshit. A jemi qartë, kemi diçka tjetër pa qartë. Ktheni marketerat e vjetër spaku me qenë aktiv. Po, ka rëpojnësat bijnë pak për 25%, ama rritet numri i marketerave, ndërkohë hapet edhe një burim tjetër, hapet edhe direct commission. Kjo me direct commission mos e nënçmon. Besomni, deri themi 1.000 euro me një vijë, pa qenë karierë heq. Ju keni 185 euro në tëllësi. Ama du të punu ju me të e pas menjën të para. Me punu që personit që e spjegoni, a i me fitu. Ose ajo. Nëse ju asistoj vendosni me automatizëm, fiton edhe ju. Ju me unis, unë e të fitoj, ajo është mentalitet i marsi, i grabicit, i take-care-it. A nëse ju shkoni personit i spjegoni, a i si me fitu, edhe a i kur gëzohet në fitimin e parë, me automatizëm ju keni reperkusionin pozitiv. Edhe që ashtu nëse vazhdimisht e mbjellni atë sistem të edukimit e keni kërë. Pyetje tjetër? E këta shembull me dotën të bëhet programuar automatike. Për mu vendos këtu, a do të me diçka po vendosën këtë grund, Po tu me pranua ty kushtet, domethënë pranon kushtin 75, Po po, të ndomi, edhe e bën atë opsionin mujor, edhe ata me ato automatizëm. vetë si bëhet pagesa. Po, unë mendoj se vetë shkot, se me lënë me vullnet atëherë më përzihet puna komplet. Mundet me pasa me vullnet se keni një si tjera, shoppingut anë këndej, edhe me kërku vetë me rregullu në sistemin e juaj që paraqitet, ajo është plus. Këto të parshme do të thonë nuk dihet, a mundemi me vendosur. Nuk e di, nëse jep mundësinë ma tutje, kishte qenë mirë. Mas më merr mendja që e premujt pak. Ajo është çmendimi. Edhe personave. Po ato 550 që mundi me rregullu. Po. Batalon për kuçet të tuaja. Okej, po. Ndoshta është edhe mirë. Është e mundur që të mi lejë. Ishte qenë ideal. Tjetër, aktivitet, këto 2 ditë aktivitet maksimal sa ma herë, sa të mundi, së është mundu në gjithë me i kryja ma sa të mundi, këpeni, kemi 28 orë, ama vazhdanë, puna, nuk o bonomi, kjo muj, vazhdanë muj tjetër. Me rëndësi është në kuptu njërë se përzihen njësi. Ato përzihen me një sistem pa kufi, shoppingut dhe para pagesave, edhe njësit krejt botës një internacionale përzihen në njësit tonë. Okej? Ama mirë me pas njerës direkt që bisedoni me ta. Tjetër pyetje?